Por sot po trajtojmë një temë shumë të ndjeshme miqdashur, kur natyra flet, a dim ta dëgjojmë, a jemi ne shkaktar që po iniciojmë natyrën që të tërbohet më shumë, apo jo. Faleminderit shumë për mesazhet shumëta që na e keni dërguar. Pikërisht edhe dje në orët e Më pëlqen, Valbona, më pëlqen sepse qytetarët po thonë që jemi ne shkaktar ata që po e shkatrojmë natyrën dhe pastaj po e posojmë. Dje pikërisht në orët e vona, derisa po koordinoshëm edhe me dritrojmë për emisionin e sotëm, pikërisht jemi munduar që të zgjejmë një person nga sektori për menaxhimin, nga qendra për menaxhimin e krizave dhe kërkojmë ndjes që sot e kemi ndarë pak nga obligimet e shumta që kanë si ekip dhe që po ballafaqohen me vërshimet e shumta që kanë kapluar vendin ton. Sot me ne në studio kemi Ferik Beluli nga qendra për menaxhimin e krizave. Faleminderit shumë që gjatë të kohës sot jeni bashkë me ne, mirë po e dim që pastaj ju presin edhe shumë obligime të tjera. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirëseardhje. Faleminderit edhe për ftesën tuaj. Zoti Ferik, tema e ditës sot me të cilën po e trajtojmë me shikuesit është kur natyra flet, a e dëgjojmë? Si e mendon, si shoqëri, sepse ju jeni ata që duhet t'u zgjidhni gjithë problemet. Çështja është, a do ta dëgjojmë me vullnet apo do ta ndëgjojmë nga me vesh të shurdh apo nga zori? Nga vështirësia nga zori. Do të thonë gjithsesi do ta ndëgjojmë kur flet natyra. Po është mirë ta ndëgjojmë me zë të mirë dhe të intervenojmë para se të lëshon natyra zërin e vet. Pikërisht ato që po e zërojmë edhe ne që shtratet e lumenjve, të gjitha këto të themi problematikat natyrore që ndodhin duhet me kohë t'i zgjedhim edhe jo kur ndodhin fatkeqësi të shumta. Ne e dim sepse të flasim tash në lidhje me qendrën për menaxhimin e krizave, e dim se shkaktar i shumë problematikave stinore është faktori njeri, sepse veres ballafaqoheni me zjarre të shumta, të cilët po kaplojnë vendin tonë, sezonin e vjeshtës edhe dimrit, vërshime të shumta, të cilët prap mund të themi që është faktori njeri i cili po i devion shumë gjëra. Unë do doja që të ndalemi konkretisht për temën që po ka përfshirë vendin tonë, cila është situata aktuale në për zonat e përmbysura, tashmë, sepse po dëgjojmë rreth e rrotull që vetëm e vetëm po na dalin. Unë nuk kisha informacione që kishte ndodhur edhe në Kumano, në Mbrëm, por ja që po dalin lajme të shumta që kemi gati një pjesë shumë dërmuese të vendit tonë të kështu me shqetësim gjatë 24 orëve të kaluara, nga vërshimet është kapluar 4 komuna gjithsej, do me thonë komuna e Kërçovës, Gostivarit, Sarajt dhe Likovës. Po, situata më e rëndë është në komunën e Kërçovës. Atje kemi mbi 250 persona të evakuar, që janë të vendosur në një sallë sporti. Dhe para ato kjo ndodhi dhe para ca muajve ndodhi po e njëjta në të njëjtën lagje. Ishte njëjta ndodhi në të njëjtën lagje. Po të njëjtën lagje dhe kompetentët nuk kanë marrë masa në ndërkohë derisa ndodhi kjo, duhet të vazhdon kjo kështu. Nuk është problemi që mund të zgjidhet me masa afatshkurte. Aty duhet ka nevojë për një periudhë pak më të gjatë, sepse aty ka ndërtime, do me thonë ne faktikisht gabimisht shprehemi. Ne him brenda lumit, pastaj ankohemi se lumi na ka hyrë për shtëpitë tona, për fatkeq. Kemi ashtu raste, zona e Kërçovës është pikërisht ashtu. Domethënë ka ndërtu shtëpia në buz lumit, pa edhe brenda lumit, prandaj edhe ndodhen vërshimet për fatkeq. Tash ne ato edhe vetë si qelin, domethënë çdo problem më i vogël i vërshimit janë të kapur ato. Është kundërpërgjigja e natyrës, domethënë që ne kemi prekur dhe ajo kundërpërgjigjet. Është shumë normale, sikur të jetë rrjedhja e lumit, shtrati i lumit i hapur, i rregullum, pa e ngushtuar si njerëz. Atëherë do rrjedh tamam si duhet. Domethënë përqindja për të ndodhur kështu raste është shumë e vogël. Derisa ne shkojmë i ngushtojmë lumenjtë. Po, shtratet e lumenjve. I zgjerojmë oborret dhe i ngushtojmë lumenjtë. Edhe shumë saktë. Lumi zgjeron edhe shtratin e vet. Dhe pastaj çfarë ndodhi themi? Zoti Ferik, ne e dimë që qendra për menaxhimin e krizave është gjithmonë, domethënë aktiv në shumë raste emergjente, alarmuese kudo rreth vendit tonë dhe ku kemi nevojë. Kur ka qenë në thirrja e parë, kur filluan domethënë trazirat e shumta dhe në cilin vend pikërisht filluan vërshimet më të shumta? Qendra për menaxhim me kriza koordinon dhe bashkëpunon me të gjitha subjektet në vend. Domethënë ne kemi informata ditore të rregullta nga
nga Instituti për Hidrometeorologji, të cilat na informojnë edhe për kohën, po ato kanë edhe instrumentet të cilat masin edhe nivelin e ujit në për lumej, në disa lumej më të mëdhenj. Kështu që jeni të informuar para praktikisht. Kemi informata të rregullta. Domethënë çdo 24 orë ne kemi informata të rregullta, por në rast se ka ndryshime të motit, ne na informojmë edhe në mënyrë më të shpesh, domethënë nuk do të thotë se në 24 orë, mund kërkojmë informata çdo 6 orë, çdo 5 orë, varësisht prej situatës. Po, ne i kërkojmë edhe ato në disponibil të na i dërgojnë neve, po. Ne kur marrim një paralajmërim nga Instituti Hidrometeorologjik, të njëjtën e u përcjellim të gjitha institucioneve dhe të gjitha komunave. Dhe komunat kanë obligim pastaj mbas asaj që ne i alarmojmë komunat, ato të alarmojmë. Ta aktivizohen të jenë gjendje gatishmërie, të jenë preventive, marrin masat preventive. Dhe kështu që ne të kemi, domethënë gjithë ky sistemi është organizuar që të ketë sa më pak pasoja në njerëz. Tash ne kjo ndodhi që ndodhi, fatkeqësisht ndodhi që ndodhi. Po ishit para përgatitur deri këtu në këtë mas? Sistemi do me thonë funksionon. Ne brenda për shembull telefonatat e para që kemi marrë ne nga miqt, ka qenë dikun në momente që ka ndodhur vërshimi, në rrethën e Sarajit flas, se kemi më afër dhe jemi inkuadruar direkt bashkë me drejtorin për qendrës për menaxhim me kriza, zoti Muhamet Ali. Do me thonë kemi marrë telefonatat e para dhe kemi shkuar direkt në terren. Në vendngjarje, po. Po, prej kur i kemi marrë informatat derisa është organizuar se ka qenë edhe ditë e diell. Derisa kemi arrit ta ngrem sistemin, që ndihmojmë se faktikisht për çdo intervenim të vogël në nivel lokal, duhet komuna vetë me resurset e saj ta menaxhojë. Po ne komunat i kemi paksit të varfëra, domethënë kapacitetet i kanë të limituara dhe kështu që shpesh herë kërkohet ndihmë më shumë. Shpesh herë ne intervenojmë shumë shpejt, se kemi të njohura kapacitetet që kanë komunat dhe shpesh herë angazhojmë resurset shtetërore. Cila sektore u angazhuan pikërisht, sepse kemi në rast të shumta ushtria? Jo, ushtria angazhohet me tjetër varianta, po duhet të ketë shpallje gjendje të krizës. Ka bashkëpunime të shumta me shumë institucione. Ne domethënë kur të përmendi sistemin, po sistemin e përmend gjitha subjektet, gjitha organet shtetërore. Po për në rastin e vërshimeve, domethënë ne angazhojmë drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim, me të cilën kemi bashkëpunim të mirë. Deri tani funksionon shumë në rregull. Ato i kanë ekipet e tyre që ndihmojnë në menaxhimin e situatës me ujëra. Thirrim këto zjarr fiksit, që të gjenë u përgjigjen dhe i falenderoj publikisht, na u përgjigjen shumë shpejt edhe zjarr fiksat të qytetit Shkupit, po kemi pas edhe zjarr fiksa nga qyteti Tetovës. Të cilët kanë ardhur në ndihmë. Gjë shumë e mirë. Po, domethënë, po, edhe ato. Kemi pas domethënë policinë, që ka mirë mbajtur rendin, domethënë në mënyrë fantastike atje, mos ketë asnjë problem. Po, për arsye se qytetarët, domethënë ka të revoltën e vet. Po, megjithatë, unë dëshoj të falenderoj publikisht gjithë qytetarët. Kanë vepruar, sikur të jenë pjesëtar të sistemit. Ju kanë dëgjuar sipas urdhrave të cilët e keni dhënë. Dhe është një falënderim i veçantë për ato. Bravo. Na kanë dëgjuar dhe kanë qenë kooperativ në aktivitetet tona. Sigurisht edhe Kryqi Kuq është aktivizuar për të gjitha familjet që janë. Kryqin e Kuq, domethënë më tepër e kemi koncentruar në zona ku ka shpërngulje. Atje intervenon me krevat, me qebe, me ushqime, me medikamente. Veçbate gjëra të cilët kanë nevojë. Po, bashkëpunimin e kemi me ata nivel shumë lart. E parashikoni sa kodët evakuohen, sa do qëndrojnë aty familjet, për afërsisht. Pas përvojave deri tash, që i kemi pas, dikun dhe i mund të shkoje 5 ditë deri një javë maksimum, sepse duhet tërhiqet uji, pastrohen domethënë shtëpitë, dezinfektohen pastaj ato dhe pastaj kthehen që mos shkojnë të kthehen në shpejtësi dhe pastaj të marrin ndonjë infektim ose mos fillon ndonjë epidemi. Po, biseduam që pastaj janë problematikat e shumta, është lagështia e shtëpive të cilat ndikojnë domethënë në mundje të ndryshme epidemisë, për arsye se edhe kanalizimet të cilët shpërthejnë dalin edhe përzihen me ujërat e lumeve, gjë e frikshme. Por unë do doja të flasim domethënë duke e ditur se faktori i njeriu është çfarë duhet të bëjnë komunat fillimisht përpara se të marrin për shembull një detyrë? A duhet konkretisht që gjëja e parë elementare që janë zona të rrezikuara, sepse nuk është hera e parë që ndodhen, ka ndodhur ndër vite. A është gjëja e parë që një herë për gjithmonë si shtet të pastrojmë lumenjt, edhe kemi edhe infrastrukturën, edhe kompetentet, mos japin leje ndërtimi ose ndërtime që ndodhin në të egër, të merren masa për këto gjëra. Që se çfarë faj keni ju që duhet të merreni me
mos themi me budallikun e faktorit njeri. Mirë, ajo është obligimi Po, jo ndodh, si është obligimi, institucione, pasi po. Përse duhet të ndodhen kjo? Pse duhet të diskutojmë këtë kur Me thonë, nëse kemi një vedi më të mirë? Nuk kemi pasur rishje të mëdha të shqip që të shkakton një, po. Komunat të cilat janë më të forta financiarisht, ato kanë arrit të rregullojnë shtretërit e lumeve të tyre, po dhe pastrimin e kanaleve, dhe në ato komuna ka më pak pasoja nga vërshimet. Po komunat rurale, të cilat janë më të dobta financiarisht, ato nuk janë në gjendje të mirëmbajnë gjitha kanalet. Kështu që është mirë nga buxheti qeveritar që të parashihen një pjesë, me siguri qeveria ka fond nga buxheti që i dedikohet menaxhimit me kriza. Edhe është mirë që dalen në ndihmë gjitha komunave, duke i financuar për mirëmbajtjet e kanaleve, të mirëmbajtjen e shtretërve të lumeve, po pse jo edhe furnizime me pajisje për zjarr fiks. Do thonë ato janë gjëra që na duhen, që kanë nevojë patjetërsueshme komunat. Tash ato detirohen çdo kryetar komune me forcat e veta të kërkoj donacione të ndryshme, që të arrijë deri te ndonjë mjet që do të mund të funksionante në kohë krizesh. Është një temë me një gamë problemesh të shumta të cilët i ka edhe nuk e dim se ku mund ta kemi atë nyjen fillin për ta zgjidhur, por uroj dhe shpresoj që mbi të gjitha është vetdia e qytetarëve, të cilët jemi shkaktar, mund të themi, sepse nëse jo në zonën e Sarajit nuk janë hedhur mbeturina, po mund të jenë disa fshatra më lart, të cilët janë hedhur mbeturinat, dhe si pasojë e tyre, ajo mund të fillon edhe devijimi i lumit, e cila është një punë zinxhir. Nëse këta të Sarajit, për shembull, kushtimisht themi, hedhin në lum, kjo nuk do i shkakton, apo do të shkon në një fshat tjetër. Kështu që janë punët të lidhura. Unë thashë pak më herët që një vedisim të qytetarëve që të mos i bëjnë njëri për gjithmonë probleme. Vetëm një qytetar të hudhi nerte në lum mund të shkakton domethënë një pasojë shumë të madhe. Unë zotër Ferik dua pak a shumë ta përsëris atë që thash që nuk kemi pasur vërshime të shumta të shiut për të shkaktuar një dëm kaq të madh. Kur shkuat në teren, cila ishte problematika kryesore që e patë, sepse përmendë pak edhe kanalizimin, domethënë kanalet e ujit, cila ishte problematika e madhe, domethënë normalisht lumi ka dalë nga vendi, mirë po edhe problematika tjera, sepse nëse kemi kanalizimin e rregullt, ndoshta edhe ajo do të kishte ndihmuar pak a shumë në procesin. Për fatkeq nuk e di për komunat tjera si e kanë rregulluar, po ne kemi shumë fshatra, sidomos në komunën e Sarajit, që ende nuk kanë ujë të pirë, sistem domethënë ujë për pije nuk kanë. Një problemi një të kemi dhe mund të jetë formal, se për shembull kanë vendos gipat kanalizimit pa ujë sjellës. Llogaritet është sa mund të jetë funksionale ajo. Kështu që nuk kishte me mbeturina është luks ti përmendish se të tjera kur një popullat përballet me mungesën e ujit për pije dhe kanalizim. Fatkeqësisht këto janë lajme të trishta. Llogarit kur do të vjen në radha, të pastrojnë kanalet, mirëmbajnë ato lumet, shtratet e lumeve, domethënë. Ne pikërisht sot u lidhëm edhe me gazetarin ton nga Ohri, i cili tregoi që 9 ditë në Strug nuk ka ujë të pishëm. Është i ndotur. Nuk ka se është i ndotur uji atje për arsye të disa punimeve që po ndodhen, apo natyra që ka futur në damarët e. Kishte edhe reflektima që ka dhe ndryshime të kuadrove, më duket. E kam lexuar si informacion, po ishte si informacion edhe u tha që kjo tregon që ne gjërat elementare nuk i kemi të rregulluara. Është problematika e ajrit, është problematika e ujit, mirë po unë dua të di se në terren kur shkuat a kishte mbeturina të shumta të cilat edhe kanë shkaktuar këtë gjë. Lumenj të mbushur me interje, me mobilje të shtëpisë, pra kjo më shumë ishte ekskluzive, domethënë nga mos mirëmbajtja e shtretërve të lumeve dhe kanaleve. Domethënë ka ndodhur në disa vende që nga shtrati ka dalë ajo lumi që kalon aty përmes fshatrave dhe janë krijuar faktikisht disa lumej pastaj nga ajo. Domethënë është krijuar një lumej anës më anës gjatë aty lumit thatë që quhen që kalon nëpër pjesën e Sarajit dhe faktikisht ato kanë bërë dëmtimin e tokës bujqësore, po edhe disa shtëpive disa të shtëpive. Dhe unë do doja, a mund të ketë sistemi këtu në Republikën tonë të Maqedonisë së Veriut, a ka sistem i cili do t'i rimburson këta për fatkeqësitë natyrore? Domethënë nëse gjithçka funksionon si duhet, do të ketë rimbursim. Komuna pasi të kalojë kjo situatë do ta bënë vlerësimin e po të tërhiqet uji, të tërhiqet të pastrohen shtëpitë të cilat janë dëmtuar nga uji.
Komuna brenda 2 ditëve, 3 ditëve më pas, mund të krijojë një komision vlerësimi, ku marrin pjesë njerëz kompetent dhe dalën në terren dhe bëjnë vlerësimin e situatës. Sa mund të jetë dami E damit. përafërsisht, me që keni qenë edhe vetë kompetent? Tash Është bë një dam i madh, mund të themi vetëm. unë me shumë, ma nuk jam Jo, kompetent. përafërsisht, është bë një dam i madh kështu në Po përgjithësi? normal se ka dëm tash, ne duhet të him në lëkurën e atyre njerëzve që janë dëmtuar. Domethënë për ne mund të jetë dëm i vogël, po për atë që e kanë ndërtuar shtëpinë. Sigurisht është shumë i madh. Sepse vlerat janë me Ai, gjithë qenjen e ndoshta- tij të cilat i ka krijuar dhe mund të jenë gjëra me vlerë shumë të mëdha. Ai ndoshta me vite e ka arrit ta ndërtojë një shtëpi, tash ti për një moment Ti t'ja vlerësojsh me diçka është. edhe atë nëse është arsia sidomos e neglizhencës së udhëhecit komunës, që çdo kohë qoftë, është me të vërtetë është për të ardhur keq. Është Kur ta shumë e njeri trisht. është mirë, kur ta marrë një obligim dhe kur ta marrë një votë, një përkrahje nga populli, duhet i njohë mirë kompetencat Dhe problematika që ballafaqohet komuna. luftoje, Dhe domethënë. ta di se në çfarë Edhe ujëra pse tash futet. unë, çdo kund ku ka kuadër 3 të kryetarëve të komunave, domethënë janë të gatshëm i shoh bashkëpunimin me ne 24 orë kanë. Gjithë ato ku janë ka kryetar të komunave që janë 3 me moshe kon fjalë. Edhe ashtu e kemi ne edhe për fat mirë edhe drejtorin ton, i cili nuk pushon. Domethënë që 24 orë ku ta thirrish, telefoni aty është gjithmonë i hapur. Është kontakt mbrëm shembull në ora 12 ka marrë informata, 11:30, 12 në përforinë. Përforinë. Edhe ka arritë të organizohet çka mund të Edhe çka mund ta reaguhet bëjnë edhe në ato. atje. Po. Domethënë, Për atë thamë kudo është që mirë, ka vend me doj gjëra kritike, reagoni. Reagon patjetër, Është domethënë thjesht është i kapshëm 24 orë. Gjendja sot, informatat e fundit që i keni Sot marrë. gjendja shkon drejt stabilizimit, domethënë Çfarë po punohet ndryshe? Janë ndarë, po niveli i ujit bjen, domethënë është në ramje sipër, po. Edhe tash disa shtëpi ka pas që dje nuk kanë mund nga niveli i ujit lartësia e me nivelit të ujit dje nuk kanë arriti pastrojnë disa obore. Domethënë sot ato disa shtëpi që kanë ngel, pasi tërhiqet ujti, do të pastrohen edhe oborat e tyre. Kështu që Gjendje e jashtëzakonshme, gjendje e frikshme do ta quaja, të cilët po përjetojnë qytetarët tanë, fatkeqësisht uroj që të mos përsëritet më, por për të mos u përsëritur duhet një vetdije kolektive e gjitha. patjetër. Sepse zinxhiri nuk funksionon mirë. Unë nuk më duhet mua dhe e hedh, por kjo hedhja ime po i bën dëm dikujt tjetër. Kështu që do ta quajmë faktorin Zinxhiri njeri. në fakt nuk themi se nuk funksionon, Jo, e mendoj kam i fjalën- sistemit. Po Jo është sistemit, mirë po i ngriçja e qytetarëve, vetdijes, po. pak edhe e qytetarëve, Sepse- është mirë që edhe ato të kontribuojnë. Shifet, te ne, Sigurisht që duhet te ne kontribuojnë. për të ngritur vetdia e qytetarëve, e din kur do ndodh. Kur do ta bëjmë si në Gjermani ose në Zvicër, parkon diku në veturën, edhe del ai plaku si thoni, keni Edhe dëgjuar lajmëron. mërgjimtarëve, ta bëni foto, Po. e paraqet rastin, Ne- kur do ta arrijmë edhe në atë nivel që Në atë vetdije. vetë qytetarit të denonson qytetarin për një shkelje të tillë, duke në bërë ndotje ose diçka tjetër. Besoj Ne se bëjmë apel çdo ditë për këtë Po, temë ne që kemi duhet trajtuar do të shumë bëhet mirë. në shpesh. qoftë se ne Pa rregullsi të duhet alarmohen. të pak të njerë ta paralajmërojmë fizikisht ose t'i themi në sy, radhën e dytë ose ka edhe që asaj shërbime, radhe, ka edhe që shërbimet ta e lajmërojmë. inspektoratit në çdo komunë. Domethënë ato me siguri tash komunat e reja janë në krijim me sipër, në adaptim me sipër, me siguri se ato do të i angazhojnë pak më tepër. Duhet inspektorat, duhet të ketë një inspektorat Të jenë në i cili teren, po. ne edhe për shpejtësinë ne kishim problem, nuk mund shemi ti Po, stabilizuar. ta respektojmë, po kur shon kur preket në xhep qytetari, jo 50, po kret i grajnë veturës 40, bile ditë raste sot kam pa, domethënë aq pi frikës njëri në semafor ndolet edhe ngjyrën jeshile. E vërtet, Aha, e kemi edhe vërtet, kështu, po. kemi edhe kështu raste sepse është shumë i frikshëm kur prekemi në xhep atëherë tek atëherë vetë. Atëherë fillojnë Andaj edhe vetë kjo mund të jetë një mënyrë e duhur që t'i fotografojmë, të lajmërojmë inspektoratin. Definitivisht i dhe bëjmë nëse mirë njëherë- vetvetes. Po, njëherë prekemi Edhe në xhep. nëse hidhrohet komshiut, Është- sërish të po, duhet punë e të madhe. reagojmë sepse kur bëhet ndikon fjalë tek për ne. sigurinë, Po. është mirë çdo Ajo na kush. rikthehet neve personalisht. Zotri Ferik, çfarë kemi mësuar nga përmbytjet apo vërshimet e shumta që ka ndodhur dhe viteve të kaluara? Ne kemi edhe rastin më të njohur, i cili para shumë viteve ka ndodhur në lagjën e Vizbegut, në komunën e Vizbegut. 2016, po. 2016, po saktë 10 vite tashmë. 10 vite. bërë. Çfarë kemi mësuar nga këto raste? Pse nuk po përmirësohemi një herë për gjithmonë? Shikoj kohën e Jo, fundit. a kemi amnezi kolektive që i harrojmë Po, kështu me një njerë gjumë kolektiv. Thash unë, sistemi punon, po sistemi nëse nuk ka përkraje financiare, për ta konkretizu atë ide dhe atë hulumtim që e bënë në teren, shembull ne si qendër për menaxhim me kriza disponojmë me shumë të dhëna, se çfarë duhet ndërmerret dhe të bëhet.
Është mirë ta Ju bëjmë informoni kompetentët, po pastaj reagimi është i tyre. Është mirë, domethënë, nëse do të vendosë qeveria të merret me këtë problematik, domethënë ne i identifikojmë problemet bashkë me kryetarët e komunave. Është mirë një infuzion i mirë të jepet gjitha komunave. Të organizohet një aksion që kishte para, besoj që 2015 ose 2014, ka pas një aksion i fort, i fuqishëm për pastrimin e kanaleve. Ishte u themelu një trup koordinativ brenda qeverisë, dhe atëherë u bë një pastrim e kanaleve, dhe prej atëherë, domethënë, sa i bie dikundi 11 vite, nuk ka pas në një aksion të organizuar nga ana e... Edhe kjo duhet të jetë për shembull çdo vit, ky aksion duhet të bërë, mund të themi. Po faktikisht ajo një herë duhet ndodhje, pastaj mirëmbajtja është shumë e lehtë. Atëherë me siguri edhe komunat me kapacitetin e tyre do të arrijnë ta mirëmbajnë. Apo për të pastruar kanalet një herë për të mos i duhet. Duhet një infuzion i mirë për komunat, është mirë qeveria. Me që jemi edhe nga fundi, 2 minutat e fundit, falenderoj shumë për prezencën tënde dhe duke ditur se ditën e keni sot shumë të ngjeshur, por unë do të thoja një mesazh për qytetarët, të cilët mund të themi që ndjehen të pasigurt përballë kësaj fatkeqësie natyrore. Çfarë t'u japim, çfarë morali t'u japim? Do të rregullohet çdo gjë, do kthehet, por edhe nëse kthehet, le të vëdësojmë, le t'u themi edhe të tjerëve që të lutem, stop, mjaft më, sepse po më dëmton. Mbeturinat inertet nuk e kanë vendin në lumejn, do me thonë duhet i respektojnë lumejt për të mos u kundërpërgjigjer kështu natyra edhe neve. Çështë, qytetarët do me thonë duhet të ngrenë pak vetëdijsimin, jo vetëm në rastin e vërshimeve, kemi shumë lloj të rreziqeve, kemi rastin e zjarreve ku direkt nga njerëz janë shkaktuar zjarre, do me thonë është mirë, jo ngadalë, për shumë shpejt, se të thash ngadalë, mo ne jemi mësu pritë ngadalë e pritë. Ashtu nuk është të ndodhë, po është mirë sa më shpejt ne të vetëdijsohemi si qytetar, të bashkëpunojmë me sistemin dhe të japim kontributin maksimal duke mbrojt si pronën tonë, çdo qytetar, edhe pyjet, edhe pasurinë, edhe tokën, edhe krejt, që mos tolerojmë dikush nga ne të na shkaktoj neve rrezik si familja se vetëm me gjallë. Shtëpia jonë nuk mbaron të gardhi i oborit, por shtëpia jonë është kudo, natyra është e jona dhe duhet respektuar. Unë ju falenderoj shumë për prezencën, falenderoj edhe juve për thirrjen dhe interesin. Besoj që qytetarët tanë të vëdësohen pas këtyre fatkeqësive natyrore që na ndodhin, sepse miqdashur natyra nuk e gërsohet. Ajo vetëm përgjigjet ndaj mënyrës se si ne po e trajtojmë atë. Kështu që të mos e gërsojmë natyrën, të vëdësohemi sa më shumë, edhe të jemi vigjilent për çdo gjë. Sa herë që dëshirojmë të hedhim diku, le ta mendojmë 2-3 herë. Le të kujtojmë këto ngjarje të cilat po shkaktojnë dikë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për interesin. Sot edhe gjatë gjithë javës dhe shpresojmë që familjet sa më shpejt të kthehen në shtëpitë e tyre. Miqdashur, ne këtu